Çështja e shkollës së Nerovës duket se po shkon drejt zgjidhjes. Qeveria me vendimin e fundit ka obliguar komunën e Krushevës të ndërmerrë të gjitha masat për legalizimin e objekteve shkollore. Sipas informatave tona, organi ekzekutiv pas raportit që ka pranuar nga grupi i punës i përbërë nga disa institucione, ka konstatuar se çështja e shkollës së Nerovës është në kompetencat e pushtetit lokal, por ka urdhëruar zgjidhjen e statusit të saj, duke i aprovuar kërkesën që toka e cila është në pronë shtetërore duhet të kalojë në pronë komunale. Me këtë hapet rruga e legalizimit. Për regjistrimin e të drejtës së pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në kadastrën e pasurive të paluajtshme. Me këtë vendim regjistrohet e drejta e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, objekt i cili ndodhet në fshatin Nerov. Alsat kishte denoncuar që në fillim problemi në nxënësve të shkollës së Nerovës dhe kushtet në të cilat ata mësonin. Banorët shprehen të kënaqur nga ky vendim dhe kërkojnë që procedurat për legalizimin të përfundojnë para fillimit të vitit të ri shkollor. Përpara 2-3 javë, Ministresha e Arsimit dha një deklaratë se do të lëshojë një ekip nga ministria që ta vëzhgojë objektin e ri të ndërtuar. Gjithashtu ta shohin edhe objektin e vjetër, ai plotson kushtet që të rinovohet i njëjti. Edhe ai ekipi siç ishte i ardhur, kishte vetëm një person në atë ekipin, ishte nga sektori për investime kapitale, i pa të dy objektet edhe përgatiti raport final për të dy objektet. Lëvizje tjetër nga ana e ministrisë nuk ka pas, mirë po pas asaj kishte një lëvizje, kishte të lëshuar një delegacion nga ana e komunës, një ekip e cila i boni objektit të ri komplet elaborat ndërtimit të objektit të ri, dhe pas asaj, si i bon elaborat, ne e kishim në vizitë edhe ambasadorin të Republikës të Shqipërisë, erdhe vizitoj përpara disa ditësh ishte, edhe normalisht premtoi se çka mundet do të ndihmoj në këtë çështje. Dhe lajmi të fundit siç e kemi se në seancë qeveritare ditën e djeshme, qeveria vetëm ka dhënë një sinjal pozitiv që pronësia t'i hedhet komunës së Krushevës. Sipas kryetarit të komunës së Krushevës, Toma Hristoski, në një bisedë telefonike na tha se tani duhet të kërkon nga Ministria e Arsimit të vazhdojnë me punimet dhe të përshtatet objekti shkollor për mbarvajtjen e procesit edukativo-arsimor. Qeveria në seancën e djeshme solli vendim për legalizim apo vendosjen në plan urbanistik të fshatit Nerov që më pas të vazhdoj procedura për legalizim. Me këtë shumë çështje janë larguar, apo ato që muajt e kaluar dikush deshi që të krijojë tensione apo ndarje etnike në të gjithë komunën nuk lejuam. Në periudhën e ardhshme do ta vendosim si skicë në planin urbanistik të Nerovës dhe do të kërkojmë nga Ministria e Arsimit që të bëhet si mbi ndërtim apo projekt për rikonstruim apo sanim, me të vetmin qëllim që të mund të plotësoj kushtet për mësim dhe plotësimin e kushteve për kuadrin mësimor, që të mund të zhvillojnë mësim nga shtatori. Nisma për ndërtimin e objektit të ri shkollor në Nerov nisi si iniciativë vullnetare nga vetë banorët e këtij fshati, pas kërkesave të prindërve për kushte më të mira për 120 nxënësit shqiptar të shkollës Nikola Karev. Pasi banorëve u ndalua vazhdimi i punimeve në objektin e ndërtuar me kontributin e tyre, ata dolen në protestë dhe fëmijët bojkotuan mësimin.